validhe aty, nuk ishe ti me dalë Nuk ka gabu se unë po Stani se kete kështu mos. Qysh mos na ftove valixhe? Shkurta, dhe i thash shkurta, po ai shkurtës, duhet të na nxjerr shkurt. Jo, unë e kuptova. Ato janë gjëra tona personale, nuk mundet një format prekë. Ka problem, Jo, po ka mujt mos me bo. ajo është realiteti. Ajo është gjëra ime personale, ato janë as valixhe. Do është me menu, çfarë Alba, rregullar. Alba, bëm dëgjon. Je prekur nga vendimi i lëndrimit. Jo i lundrimit, po i vetë lojës që e ka formu vetë produksioni edhe formati, për arsye se ajo gjëja ime personale dhe 1 euro të kushtonte, nuk ka drejtën as kusht preke dhe djege gjërat e mia personale. E vërtet, po produksioni nuk i dogje ato. Po tani vendimin produksioni edhe vetë loja e formatit Big Brother. Çfarë kishe bërë ti? Do ka unë do djeg këtë këtu mbrëmje dhe jemi në rregull pastaj. Çfarë kishe bërë ti në vend të lëndrimit? Cili kishte me qenë? Po unë nuk e kam vendos më, ju lundrimit i dhat opsion. Po sikur ta kishe pasi mundësi, çka kishe vënë? Jo. Çfarë mundësie? Në vendin e lëndrimit. Po unë nuk e ngarkoj lundrimin, mos më keq kuptoni. Unë nuk e di pse Big Brother duhet na japen në këtë lloj loje të preket gjëja ime personale. Po mirë, çfarë kishe Alba, çfarë kishe reagu ti nëse do ishe në pozitën e lëndrimit? Si do kishe vepruar? Gjërat personale fare në asnjë lloj mënyre nuk do të preket. Më mirë nominim se sa të preken gjërat personale. Ajo gjëja ime personale, unë di vetë se çfarë bëj me gjëën time personale. Po mirë, atëherë drejtoj lëndrimit. Po dini se do të pyetëm na vras të iri. Opsioni tjetër kishte. Kishte opsionin me refuzu. Kishte opsionin me refuzu. Dhe vetë do ishte i nominuar. Një palë buten një ke bërë. Shpëtoj vetën dhe ju dogji valixhe. Që sot e tutje kemi për t'i pas parasysh gjërat. Mirë. Ishte fakti tjetër.